Ndërtimi fushatës për zgjedhjet parlamentare ka konfrontuar drejt për drejt partnerët e deri tanishëm Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti. Lideri i VMRO DPMNE-sa përkundërshton Ali Ahmetin dhe konceptin për president konsensual qysh në konventën për kandidat presidencial. Kryetari i BDI-s Ahmeti pas pothuajse një muaj nga atëherë të konfrontohet me Gruevskin. Përplasja e parë mes tyre filloi me promovimin e idesë së BDI-s për zgjedhjet të presidentit të shtetit, që ishte njëherë shkak për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Qëndrimet e BDI-s po shihet si janë edhe njëra prej shkaqeve për të cilët Gruevski kërkon vota për 62 deputet. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti nga ana tjetër nuk ka duruar të qëndrojë më njanë dhe nga Slupçani për herë të parë është përgjigjur personalisht thirrjes së Gruevskit për 62 deputet, krejt kjo që BDI të mos mund të kushtozojë. Ahmeti nëpërmjet funksionarëve të vet Abdilaqim Ademi, Ermira Mehmeti, Izet Mexhiti, Bujar Osmani dhe Talat Xhaferi kërkonin që votuesi që sigurojnë 25 deputet, si goditje ndaj kreut të VMRO-s Gruevskit. Ahmeti kërkoi së paku 25 deputet me çka do të siguronte ndikim më të fuqishëm në qeveri dhe përparim rreth eurointegrimeve. BDI shpërtheu me kritika të ashpra kundrejt Gruevskit, duke akuzuar atë se me kërkesën e tij që të fitojë 62 deputet bën ndarje dhe krijon tensione. BDI nuk kërkon vota që të largojë dik më nja. BDI kërkon vota për ardhmëri më të mirë, për rinim, për arsimim më të mirë, që të mos të ketë ndarje mes bashkësive etnike, sepse Zoti ka krijuar të gjithë njerëzit. Ky shtet është i imis, aq sa është i Nikola Gruevskit dhe Branko Cerenkovskit. Po të ishte ndryshe, Zoti do kishte krijuar vetëm Gruevskin dhe Cerenkovskin. Të gjithë kërkojnë të marrin më shumë deputet sepse friksohen nga ne. Unë do u them, mos u friksoni prej neve, ne nuk jemi bomba atomike, po i ditë më pari BDI-s Ali Ahmeti. Nga kjo parti thonë se nuk heqin dorë nga ideja për president konsensual, por edhe për herë të parë publikisht të pranojnë veç mas kryetari Saj Ahmeti, se Gruevski dhe VMRO DPMNE as pak nuk kanë dashur të flasin për këtë temë. Refuzimi kësaj ideje është edhe një humbje për shqiptarët e Maqedonisë, ka theksuar kreu integrist Ahmeti.